Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radoniqi ju ka bërë thirrje shtetësve rezident dhe atyre jo rezident që ta ushtrojnë të drejtën e votimit. Të shtunën më 27 dhjetor zhvillohet votimi fizik në përfaqësitë diplomatike në 18 shtete të ndryshme. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ftoj të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre politik. Me këtë rast, kërkoj nga qytetarët që para se të dalin të votojnë, ta kontrollojnë qendrën e tyre të votimit përmes platformës tonë në KQZ. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë gjithsej 1.999.024 qytetarë me të drejtë vote për zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit. Prej tyre, numri votuesve që do të votojnë nga jashtë Kosovë është 77.086 votues. 19.187 janë regjistruar për të votuar në përfaqësitë diplomatike të Kosovës, e pjesa tjetër kanë zgjedhur që votën e tyre ta përcjellin përmes postës. E të dielën, procesi zgjedhor do të mbahet në 948 qendra të votimit në të gjithë Kosovën. Radoniqi ka kërkuar nga zyrtarët e angazhuar që ta respektojnë ligjin e rregullat zgjedhore. Bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe pa anshmëri, duke respektuar të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht. Me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Prokurorinë e Shtetit. E zyra e prokurorit të shtetit ka njoftuar se kanë përfunduar të gjitha përgatitjet me qëllim të mbrojtjes së votës së lirë të qytetarëve dhe garantimin e integritetit të procesit zgjedhor. Kjo zyrë ka bërë të ditur se të dielën do të angazhohen rreth 100 prokurorë të shtetit dhe zyrtarë të sistemit prokurorial. Ata do të jenë të shpërndarë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës dhe do të qëndrojnë kujdestar deri në përfundim të plotë të procesit zgjedhor, me qëllim të trajtimit dhe procedimit të çdo parregullësie apo shkeljeje të mundshme ligjore që mund të ndodhë gjatë zgjedhjeve. Prokurori i shtetit ka ftuar qytetarët, subjektet politike, institucionet dhe organizata të ndryshme që të denoncojnë çdo rast për të cilën dyshohet se ka keqpërdorim apo manipulim të votës, në çfarëdo forme dhe nga kushdo qoftë.